qosjave Thaçi më 24 shkurt. Edhe dita e dytë e gjeti në bankën e dëshmitarit. E të martën Christopher Hill tregoi pse vendosi ta pranoj ftesën nga ekipi mbrojtjes Hashim Thaqit. Ish diplomati amerikan thotë se këtë bëri pasi nuk beson se ish presidenti i Kosovës u përfshi në krime lufte. Kur e mendoj pas 25 vitesh, është kohë e madhe që të mendohen gjërat dhe nuk kam arsye që të besoj që zoti Thaçi ishte përfshirë në aktivitete të tilla. Nuk kam arsye të besoj dhe as nuk kam dëgjuar në atë kohë që ai të ketë urdhëruar aktivitete të tilla të paligjshme. Dhe siç e kuptoj unë, ai është mbajtur i paraburgosur për një kohë të caktuar lidhur me këtë çështje. Pra unë ndjeva sikur më kërkua kjo gjë. Nuk kontaktova njerëz më kontaktuan mua dhe ndjeva që duhej të thoja atë që dija lidhur me situatën. Në pyetjet e avokatëve mbrojtës, Hill fazën e përshtypjet e tij, Jakub Krasniqi nuk ishte person i rëndësishëm në UÇK. Ndërsa takimin e parë me Recep Selimi tha se kjo ishte në vitin 98 në Likoc. Ne e kuptuam se Selimi do të ishte në pozicion që të na jepte përgjigje, por në fakt ishte nga grupi i Drenicës. Në situatën kur nuk morëm përgjigje, atëherë ne menduam se ai thjesht po përfaqësonte disa opinione të grupit të Drenicës. Pas pyetjeve të mbrojtjes, radha e erdhi prokurorisë së specializuar të Hagës. Hill tha se gjatë takimeve me ish-drejtorin politik të UÇK-s, Hashim Thaqin, nuk ndjeu se ishte në praninë e një vrasësi. Nuk e di nëse ai ka qenë një prej personave themelues të UÇK-s dhe fakti që unë nuk e kam hasur emrin e tij deri më vonë, më sugjeron se ai nuk ka qenë. Megjithatë, nuk jam në pozitë për të konfirmuar ose jo një gjë të tillë. Ndryshe në javën tjetër pritet të fillojë bloku i fundit të dëshmitarëve të mbrojtjes, ku me 18 nëntor do të dëshmojë edhe ish komandanti i NATO-s Wesley Clark. So I think the step-by-step process that's being taken by the French forces is the correct